Klubit Shumë Sportësh Flamurtari bashkohet një trajnere dhe 2 sportiste kampione. Boksierja Esmeralda Jonuzaj, 3 herë kampione kombëtare, kampionja e parë kombëtare në historinë e Shqipërisë për boksin e femrave, si dhe peshngritësja Enki Lejda Carja dhe trajnerja Eglantina Kalemi, do t'jenë tashmë pjesë e Flamurtarit duke mbrojtur ngjyrat kuqezi. Drejtuesja e Klubit Shumë Sportësh Flamurtari përpara mediave, bashkë edhe me sportistet e reja, tha se kjo është një ditë e veçantë dhe historike për Klubin Shumë Sportësh Flamurtari, të cilit i bashkohen 2 sportiste të niveleve shumë të larta, kombëtare dhe ndërkombëtare. Sot jam shumë e lumtur që të bëj pjesë të Klubit Shumë Sportësh Flamurtari 2 sportiste të niveleve shumë të larta, kombëtare dhe ndërkombëtare. Është një ditë shumë e rëndësishme për Klubin Shumë Sportësh, sepse garon për herë të parë për Klubin Shumë Sportësh një peshngritëse që është 18 vjeçe, me një të ardhme të ndritur në peshngritje, dhe është Enki Lejda Carja, dhe vjen së bashku me trajneren e saj, Eglantina Kalemi. Është një kampione kombëtare për të rritur prej vitit 2022 deri në 2025 dhe pjesë e kombëtares shqiptare. Gjatë karrierës së saj sportive ka fituar 23 medalje ndërkombëtare, botërore dhe europiane, si dhe është mbajtëse e 28 rekordeve europiane për kategorinë të rinj, nga të cilat 3 rekorde botërore dhe 25 rekorde europiane. Duhet i lexoja patjetër titujt e vajzës, sepse janë shumë, dhe jo pa qëllim thash që është një ditë shumë e rëndësishme që një lojtare niveleve të tilla do të garojë për fanellën e Flamurtarit për të sjellë sa më shumë medalje, tituj dhe për t'i dhënë një shtytje akoma më të madhe peshngritjes në Vlorë. Dhe më vjen mirë që vjen së bashku me trajneren e saj për fanellën e Flamurtarit, për herë të parë, ndoshta mbas shumë vitesh, garon një vajzë në boks. Ne kemi profesor Gzim Zenelin që është nga trajnerat më të mirë shqiptar, që është trajneri kombëtares shqiptare, që trajnon sportista shumë të mirë, por ka ardhur dita që të trajnoj dhe të sjelli kupa dhe medalje të tjera edhe me një vajzë. Kampionja e parë kombëtare në historinë e Shqipërisë për boksin e femrave, vendi i 3 medaliste e bronz në kampionatin Europian 2023, ka marrë titullin boksierja më e mirë femër në Shqipëri në vitin 2023 dhe medaljen e argjend në turnamentin Gongu i Artë. Së bashku me mua është dhe trajneri dhe inspektori i sporteve të rënda profesor Juli, trajnerja Eglantina Kalemi, boksierja Esmeralda Jonuzaj dhe peshngritësja Enki Lejda Carja janë shprehur me mjaft emocione që do të mbrojnë ngjyrat e Flamurtarit, ndërsa premtuan të tjera arritje dhe trofe. Shumë faleminderit, në radhë parë unë falenderoj Elonën që ka bërë përpjekjet maksimale për të qenë pjesë e Flamurtarit. Dhe më pas unë dhe Enki Lejda shprehem dëshirën edhe më shumë. Në radhë parë ne jemi ndjerë si në shtëpinë tonë, kemi ndjerë ngrohtësinë e qytetit të Vlorës dhe siç thash dhe të Elonës. Një nga arsyet ka qenë ngrohtësia dhe mikpritja. Si pjesë e ekipit të Flamurtarit, shpresoj dhe mendoj që do vazhdoj të kem arritje të mëdha siç kam pasur dhe vitet më para, edhe shpresoj të sjell sa më shumë arritje. Në fakt e kam nisur sportin që 6 vjeç, domethënë kam gati 17 vite që merrem me sport, por që boksin e kam nisur me një sport të ngjashëm, ka qenë kickboxi. Boksin thjesht e kam nisur në moshën 15-16 vjeça. Si fillim dua që të falenderoj shumë për mikpritjen këtu te klubi Flamurtari dhe që kam nderin që të trajnohem edhe me trajnerin dhe mjeshtrin e madh Gzim Zeneli. Për këtë gjë dua t'ju falenderoj. Unë merrem me boksin sepse jam rrit me këtë sport, ka qenë pjesë e fëmijërisë time dhe tashmë thjesht e identifikoj veten si boksiere, nuk mundem dot që është pjesë e jetës time, domethënë. Dhe shpresoj shumë që të arrijë një ditë që të marr akoma dhe më shumë medalje ndërkombëtare dhe pse jo të kualifikohemi për radhë olimpike.